Reparti i pediatrisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës po përballet me një fluks të madh vizitash për shkak të virozave të stinës. Manjola Shpori, mjeke pediatre, tregon se numri i vizitave arrin deri në 150 në ditë, dhe në raste të veçanta edhe më shumë. Shumica e vizitave dhe temperatura shumë e lartë tek fëmijët janë tipike për këtë periudhë. Aktualisht situata në pediatri është një situatë e cila përkon me periudhën epidemiologjike në cilën jena, domethënë përkon me virozat e stinës, të cilat janë në rritje. Numri i vizitave është shtuar shumë, mund shkojnë deri në 100-150 vizita në ditë, madje edhe më tepër në raste të caktuara. Kryesisht në dominim kemi simptomat e virozave të stinës, pra temperaturat larta, plus minus praninë e shenjave të traktit sipër respirator, hund, rruf, koll, prekje të veshit dhe komplikacionet e këtyre virozave, të cilat janë bronkopneumonit, pneumonit, të cilat ndonjëherë përfundojnë të shtrohen dhe në spital. Tipike e kësaj situate virale është temperatura shumë e lartë, me vlera 39-40, e cila është shumë rezistente ndaj antipiretikëve, dhe kërkon durim dhe bashkëpunim me prindin për trajtimin e kësaj situate. Sigurisht konsultat me mjekun janë të nevojshme, por një situatë e cila zgjat disa ditë dhe duhet që ketë një bashkëpunim midis prindit dhe mjekut. Aktualisht mjekja tregon se janë të shtruar në pediatrinë e Shkodrës 17 fëmijë. Aktualisht janë rreth 17 fëmijë të shtruar. Gjithnjë domethënë duke qenë se është prak festa dhe tentojnë me minimizu ditët e qëndrimit në spital, pasi marrin qetësohen pak përkohësisht dhe metin në spital vetëm ato që kanë detyrimisht nevojë për shtrime dhe për me marrë terapi intensive intraven. Fatmirësisht në Shkodër nuk raportohet asnjë rast nga fruthi deri më tani. Mjekja Shpori bën apel tek prindërit për kujdes të shtuar, mbajtje të higjienës dhe monitorim të simptomave tek fëmijët.